mëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Afati për zgjedhjen e presidentit po i afrohet fundit, ndërsa ende nuk ka marrëveshje politike dhe as datë për takime mes liderëve. Kryeministri Albin Kurti ka bërë thirrje për bashkëpunim, duke theksuar se vendi nuk ka nevojë për blokada apo zgjedhje të reja. Në anën tjetër, opozita shpreh skepticizëm për arritjen e një marrëveshjeje, duke akuzuar pushtetin për mungesë vullneti dhe zvarritje të procesit. Qeveria e Kosovës do të mbajë pas një ore mbledhjen e radhës, ku në renditet do të jetë shqyrtimi i projektligjit për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e destabilizimit në treg. Mbledhja pritet të mbahet vetëm pak orë para fillimit të seancës së kuvendit, e cila ka në renditë shqyrtimin e propozim rezolutës për rritjen e çmimeve të naftës, mungesën e ndërhyrjes së qeverisë dhe ndikimi drejt për drejt në koston e jetesës, si dhe stabiliteti ekonomik i vendit. Përveç kësaj çështje, kabineti qeveritar do të shqyrtojë edhe një sër projektligjesh, ndërsa para seancës së kuvendit janë planifikuar mbledhje të disa komisioneve parlamentare. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Hysen Hundozi ka vlerësuar formimin e komisionit ad hoc nga Kuvendi i Kosovës për përzgjedhjen e anëtarëve të bordit të RTK-s si një zhvillim inkurajues për institucionin. Sipas tij, ky proces përbën një hap të rëndësishëm drejt kompletimit të bordit dhe forcimit të mëtejmë të menaxhimit të RTK-s, duke krijuar një bazë më të fortë për vendimarrje strategjike dhe zhvillim të qëndrueshëm. Hundozi ka theksuar se RTK-n e pret një punë e madhe për të adresuar çështje thelbësore si sigurimi i financimit të qëndrueshëm, zgjidhja e çështjes së pronës, avancimi teknologjik, përmirësimi i kushteve të punës për stafin, forcimi i kapaciteteve profesionale, rritja e cilësisë së përmbajtjes dhe thellimi i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi për zgjerimin e grup moshave për vaksinim kundër human papilloma virusit me qëllim të parandalimit dhe uljes së rrezikut tek të dyja gjinit. HPV është një ndër shkaktarët kryesor të kancerit të qafës së mitrës dhe disa të sëmundjeve të tjera serioze. Vaksinimi kundër këtij virusi, që më parë ishte i detyrueshëm për fëmijët 11-12 vjeçar, tani ofrohet edhe vullnetarisht për të rinj deri tek mosha 26 vjeçare që nuk janë vaksinuar më parë. Për moshat 26 deri në 45 vjeç, vaksinimi bëhet vetëm me rekomandim të mjekut, sipas rrezikut dhe përfitimit individual. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, brenda 2 viteve janë dhënë mbi 30.000 doza të vaksinës, ndërsa shpërndarja dhe administrimi i saj monitorohet vazhdimisht nga instituti. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.